Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti është i mendimit se nuk duhet të thirret kuvendi pa pasur marrëveshje paraprake mes partive më të mëdha maqedonase dhe shqiptare. Ai në intervistën e tij për Radio Televizionin 21 tha se deri më tani nuk ka ndonjë sinjal se kuvendi mund të thirret, por sipas tij përpjekje po bëhen. Pa një marrëveshje të mirëfillt mes palëve, si përfaqësuese shumicë të komuniteteve që janë, LSDM-s, VMRO-s, BDI-s dhe partivet tjera, ne nuk mund të bëjmë eksperimente dhe prova si në teatr, të shkojmë në parlament pa një marrëveshje paraprake dhe jo të vajmë në parlament për të parë njëri tjetrin dhe për të shkëmbyer casharje dhe ofendime, por për të filluar një seancë, në të cilën seancë do të zgjidhet komisioni për emërime dhe të zgjidhet kryetari i parlamentit. Ahmeti nuk shet tendenca pro-ruse tek VMRO-DPMN, por thotë se Rusisë nuk i konvenon që Maqedonia të jetë anëtarësuar në NATO dhe BE. Ai tha se po të kishte vërejtur anësim drejt politikave pro-ruse, nuk do të ishte pjesë e qeverisjes. Unë nuk kam vërejtur anësim dhe unë nuk kam vërejtur implementim të politikave ndryshe nga ato perëndimore në këto hapësira. Sepse po të kisha vërejtur një tendencë të tillë, unë nuk do isha në partneritet për organizim të qeverisë, për organizim të këtij shteti. Lidhur me mosdhënien e mandatit nga ana e Gjorgji Ivanovit, Ahmeti tha se vetëm VMRO-DPMN dhe askush tjetër mund të ndikojë që ai të reflektojë dhe ta zgjidhë, siç e quajti ai, lëmshin politik të krijuar. Duke folur për deklaratën e përbashkët, kreu i BDI-s tha se çështja e gjuhës ka qenë pika e parë e BDI-s edhe në vitin 2014. Por partia e tij është të tërhequr nga ajo pikë për shkak se kishte propozim konkret për zgjedhjen e çështjes së emrit. Ahmeti nuk e la pa e përmendur se kërkesja e lëvizjes Besa që kryeministri shqiptar Edi Rama ta pranojë autorsinë e deklaratës së përbashkët është përdorur nga Ivanovi dhe Gruevski maksimalisht. Mirë, po e keqja është që arsyet që i përdor Besa për të dalë me letër dhe të pranojë autorsinë Zoti Edi Rama, këtu e ka shfrytzuar edhe presidenti e ka shfrytzuar edhe kryetari i VMRO-s, Zoti Nikola Gruevski, e shfrytëzojnë të tërë analistët, e shfrytëzojnë edhe antar udhëheqja e lartë e VMRO-s, se ja një parti politike shqiptare po kërkon prononcim që të pranojë autorsinë kryeministri i Republikës së Shqipërisë. Ahmeti pranon se shteti së drejtës nuk funksionon dhe se reformat në drejtësi duhet të bëhen sa më shpejt. Ai disa herë përsëriti se problemi është politik dhe zgjidhja duhet të jetë politike e jo të shndrohet në problem etnik. Për fat të keq,